Gjykata e posaçme ka vendosur të pushojë çështjen penale ndaj shkreut të Komisionit të Prokurimit Publik, Jonait Myzyraj, dhe personave të tjerë të pandehur për shkeljet me një tender me vlerë 2.2 milion euro. Vendimi vjen pas kërkesës së SPAK, që kishte kërkuar pushimin e hetimeve, duke argumentuar se nga hetimet nuk janë evidentuar element të mjaftueshëm për vijimin e akuzës. Më herët, GKK-i kishte lënë SPAK-ut një afat prej 45 ditësh për administrimin e një akti ekspertimi të kryer nga ekspert të licencuar. Edhe pas përfundimit të këtij procesi, prokuroria e posaçme arriti në përfundimin se Myzyraj nuk kishte kryer shkelje penale. Përveç Myzyrajt, SPAK kërkoi pushimin e çështjes edhe për Vilma Zhupaj, Lindita Skeja, Merita Zeqaj dhe Enkeleta Begaj, kërkesë që u miratua nga gjykata. I shkreu i prokurimeve publike u mori pandehur në qershor të vitit 2025 për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankante publike kryer në bashkëpunim.